What the fuck? Hiqa të ligën misit, hiqa të ligën. Largoja të metat. Bëje më të zgjuar, Allah, Ha debat, kjo artist. Bëj të thot në i batut, jare bi. Ha, e ndjeve? E ndjeve? Ndjeva që duhet t'ju ratë të dyve për gjërat që po thoni, po njësoj duhet jetë ndjerë dhe ju Ela si puna ime. Mirë se keni ardhur në What of a Live, ne nisëm me këtë ritual për të ironizuar pak ju Elën e cila u habit nga magjia që i bëri në thonjza. Jo, më nuk ishte ironizim o shpirt, unë e ndjeva vërtet. Po, se që zakonisht kemi ritualet të tjera, por nuk ja themi dot. Nuk jam për kamera, jam premium content. Por gjithsesi, ne sot do kemi shumë për të diskutuar. Për herë të parë, ne do të zbulojmë 19 fermerët që do të bëhen pjesë e fermës VIP, Dhe nga na ka ardhur besoni, burimi. po, dhe na besoni që nuk janë ata që janë përfolur gjithë ditët e fundit. Kanë gënjyer. Vetëm LFF-ja e di. Mos, sepse do kalojmë aty, por mos harroni na bëni subscribe në kanalin ton të YouTube-it në Andali, gjithashtu follow në të gjitha rrjetet tona sociale. Asha i butoni kuq aty poshtë. Lajmet më ekskluzive dhe prodhimet më të mira ever. Super, nisim nga lista. Po, tani prit para se të nisim të lista se do majmë pak suspansën. Okej. Me që ishim të Juela dhe të Shkëndia, të flasim pak për dinamikat e mbrëmshme në Prime. Unë mendoj që Rogirti është shumë i zgjuar. Mos të një nga banorët më të zgjuar aty, ose më ka bërë mirin hije komplet. Ishte mirë Juela dhe Rogirti jashtë gjatë publicitetit dhe ishin si dy vajza jo të zgjuara që i thonë njëra tjetrës exactly. The blind leading the blind. Po, Është i zgjuar Rogerti, po është domethënë në lojë i zgjuar se nuk më duket si person Ai që uli ka një mirin. inteligjencë shumë të Uli lartë. mirin dhe i ra Selinës që të bëhet poli kundër Selin. E kupton sa shngrit Selin loj, e kupton që të gjithë e mbrojtje dhe Arber Hajdari Selin. Dhe më në fund, pasi mua më reagoj asaj sa mua më në fund kemi një protagonist edhe një antagonist në këtë sezon. Antagonisti ka qenë gjithmonë Rogerti, pra ai rol ishte marrë nga ai Po e mori me zotësi. Patjetër me Sepse zotësi. hyri jo që fillim të lojës, hyri pas një muaji. Po zotësia më e madhe ishte e Selinës, pak edhe nga ndihma e të gjithëve të cilët u munduan gjatë gjithë kohës t'i binin fap, ajo u ngrit dhe u bë protagonistja e shtëpisë. shtëpisë. Kur doli Stenari. Edhe mua më dhimbs shumë. Ishte sidomos momenti që vete Mali i thotë ishte si në për film. O zemra, po të rri Mali dhe të dali Stenari. A se javën tjetër do dali dhe Mali. Nëse se të dy ishin pak a shumë në Nëse kush del nga ky nominim, i bien dakord që të Nikol do dali. Se jo, të mos të dali Nikol. Kokëm kok me Malin. Unë s'doja t'ju a thoja deri në këtë pikë, po Nikola ka qenë e preferuara ime. Më jep tre arsye. I ka dhënë shumë asaj shtëpie, kjo është pak po. I ka dhënë aq shumë sa nuk ma atë mend, por të kalojmë te ferma VIP. Kush do jenë fermerët që do futen? Lista jon ka ardhur nga burime brenda produksionit dhe këto janë emrat që do futen të premten. E para në listë është Jonida Malishi. Dhe kundërshtarja e saj më e fortë edhe nga e kaluara Soni Malaj. Si do jenë këto të dyja? Do bëjnë debat me njëra tjetrën? Nuk mendoj se e kanë lënë të kaluarën pas. Janë emra shumë të mëdhenj, siç është dhe emri i Elvis Pupës, i cili thuhet që Arbana i ka marrë nga BBVIP-2 dhe ka marrë direkt te ferma. I ka pas borxh thua? Se doli Elvisi aso kohë nga Bigu, kështu që po lajn borxhe. I do thoni pse po kërcej, sepse aty do jetë Mozameti. Ne dinim e dinim. Mozameti, pjesë e fermës. E vërtet, dhe personazhi tjetër në fakt e ka nisur me YouTube dhe është pikërisht Sara Karaj. E vërtet, Sara Karaj do jetë një nga emrat, siç do jetë dhe aktori i mirënjohur Romir Zalla. Super, tani këtu ndalon. Ndaloni këtu tani që të dy, sepse kjo ishte lista e personazheve VIP dhe të njohur. Tu mbari VIP-i. Filloj me të panjohurit tani ose që nuk njihen shumë për publikun e gjerë. Po. Fillojmë. Vanessa Sono. Ishte dikush që kishte emrin Adi Pula. Adi Pula nuk e dim, nuk gjetëm foto dot në Google, për këtë arsye kemi një pulë në Adion foto. Pula, më saktë po unë ja shkurtova, kështu që foton e keni këtu poshtë. Kemi Rafaela DJ. Okej. Blerina Bajka. Dona Sina. Gresa Sekirajqa. Teni Vacaj. Malbora dhe jo, nuk është paketa, Malbora Gurra. Kemi Kubën, ka ardhur shteti i Kubës dhe është futur fermer Investitor? VIP.
Blerina Bajkon e tham? E tham Blerina. Fabiola Eleza është vajza në TikTok, e njohim, modele, është modele. Kjo njihet disi. Kemi Donna Sina. E thamë, kemi Gjesi Loqin. Gjesi Loqin. Akil Varfi është aktori i njohur. Indri Shirota. Aktor gjithashtu. Aktor nga kasti i filmit të Eduard Grishaj. Këto janë i cekëm të gjithë. Po ne po kemi harruar më. Ore janë shtuar shumë reality show, nuk ka faj bana që kanë ngel pa vipa. Po 3 milion banor, 3 milion banor laj thaj, mbaroi Bigu Kosovës, po mbaron Bigu Shqipërisë. Po nis ferma VIP Nuk ka faj Arbana, se 4 edicione Big Brother VIP Kosova, 5 edicione Big Brother VIP Shqipëria. Shumë janë. 2 edicione Ferma VIP, të gjitha me VIP, nuk ka më VIP-a. Janë shteru VIP-at. Nuk ka, 3 milion banor, 2900 i keni VIP-a. Tani do fillojnë nga këta tandales për ne, ja? Ne do na gjeni këtu. Kemi hodhje ne, do merremi me ju. Dëgjoni pak, unë mendoj që gjithsesi edhe pse kasti është gjysmë kështu, gjysmë ashtu, mendoj që publiku po e mirëpret rikthimin e Arbanës pas kaq shumë vitesh në televizion, investimi që është bërë, thuhet kamerat janë nga Super Bowl. Pra, ja rrit shumë pritshmëritë, është rrit goxha steka. Pra, okay, duke e shitur si një gjë kaq të madhe, kaq të investuar, po pse mos e mbanin stekën pak më poshtë që dhe në rast se diçka nuk shkon aq mirë, mos të zhgënjesh njerëzit. Ajo punon për inat. Ajo punon për inat. E ka, si duket sikur e ka me punj për Top Channel-in. Gjithsesi, kjo listë u sigurua nga disa burime shumë që ne nuk do i tregojmë. Shumë të fshehta për WTF Show, por për herë të parë ne do të sjellim edhe pamjet nga shtëpia e fermës. Shikojeni pak si duket, thuhet që Arbana ka ikur nga i stili vjetër i fermës. Si kotec pula që ishte ai. Tani kemi arrit në një vilë. Të shtëpia kryesore, the main house, duket stil, ajo ka thënë Faroe Islands. Do ketë dhe pishinja. Me pishin, po. Burimi jona tha që janë ende duke punuar, nuk e dim ndoshta të premte një gjë me llaç në dorë ose banën duke zavorin. Ishte një video ku Eduardi duke sikur po lyente, prapo po pishin gjatë gjithë kohës të mbyllin sa më shpejt. Kanë marrë punëtor partar. Por suksese, do jemi këtu ta shohim dhe ta komentojmë. Kostiani tani kemi vënë një detyrë shumë të veçantë. Me të doja shumë ta bëja këtë. Një listë të cilën vetëm ky djalë mund ta bënte dhe ta çante. Tani duke qenë se unë jam shumë kronikisht online, nëpër TikTok, nëpër Instagram dhe kudo, ekziston një fenomen i cili quhet Kia Asylum. Ose flopsa. Ose dështakët në shqip. Jo. Të gjithë këta të gjithë artistët që janë pjesë e Kia Asylum, do të thotë që më përpara kanë pasur një ose dy hite të mëdha me shumë klikime, dhe tani kohë momentalisht nuk kanë bërë aq shumë hite. Pra flasim 1 milion shikime e poshtë. Okej, pra mund ta themi. Na thuaj kush është vendi. Unë kam bërë një top 5 dhe në vend të 5 është Era i Strefi, ku kënga me klikuar është bone 976 milion klikime dhe kënga e fundit Amadon Love 2 milion, dhe është para 5 muajve. E di pse si ka ecur Erës, mendoj unë që i bëri shumë keq pauza në Amerikë që nënshkroi me labelin e huaj dhe ato e pengonin të nxirrte këngë në shqip, kur u rikthye ka ndryshuar goxha stilin, është bërë kind of basic si të tjerët. Dhe me menaxherin më duket sikur një periudhë pati dhe ato. E ka ndruar dhe menaxherin këtu. Është njëjta gjë ka ndodhur dhe me artistë të tjerë që tentuan Amerikën. Po gjuna sepse do doja që Era të lulëzonte sepse ka potencial. Ka potencial. Era ishte kështu si edhe s'ka komplekse Era, nuk bën si good girl si çata. Ndërkohë, në vend të katërt është Arilena Ara, ku kënga me klikuar është I'm Sorry, me 25 milion, dhe kënga e fundit është Weightless me 1 milion përpara 9 muajsh. Një këngë e cila u reklamua shumë sepse ishte në bashkëpunim me një producente tekstuese shumë të njohur ndërkombëtare, po. Weightless, me sa nëse e di sakt, ka shkruar për Celine Dion. A është shkruar në atë shkruesi i Celine Dion? Tani varet kur e ka shkruar për Celine, kur Celine ishte në Maja apo kur ishte vetë Celine në Kia. Se ndoshta ndikon kjo. Kia, mos më bëj të lutem. Gjithsesi, do kaloj në top 3. Në vend të tretë është Melinda Ademi. Kënga me klikuar Mos ma prish me 112 milion klikime dhe këngët e fundit janë me nga 1.5 milion, 1.7 milion që janë të rendituar në muajin e fundit. Ka pak rënje Melinda. Ka pak si një blok artistik, mendoj unë, nuk po gjen atë veten kreative. Sas repis po klikohet më. Është fokusuar shumë, më duket mua, dhe në jetën e saj personale. Po ecën shumë. Gjithsesi Melinda ka dominuar tregun muzikor për
ndrojnë kur ishin aktive reperet. Tani nga të treja është Tajna më e suksesshme dhe Rina. Melinda ka humbur. Dhe Tajna vet nuk po bën rap të mirëfilltë. Po si artiste, themo si artiste. Ndërkohë në vend të dytë është Ghetto Jeezy, ai është pjesë e Kia Asylum dhe kënga e tij më e klikuar është ajo featuring Mike, ku edhe kjo i ka kaluar shifrat e 100 milion klikimeve dhe këngët e fundit varion nga 1.4 milion në 1.4 diku te 194.000. Unë nuk dua t'i dia askujt, por realisht Ghettoari më ka zhgënjur shumë në mënyrën se si po bën muzikë kohët e fundit, pra ca këngë brum brum. Nisi është e vështirë të mbash mbi 20 vite karrierë në kurriz. Po e mban edhe ka dhe artistë të tjerë, Noizi po e mban, sa vite karrierë u bën. Pra ka artistë që e kanë mbajtur ose të rriqur. Për kohën e vet ka qenë. Dhe në vend të parë, jam shumë kurioz. The owner of Kia Asylum, ajo që ka Chelsea të hapë mbyll kur të doj, është Nora Istrefi. Absolutisht. Pra e hapëm me motrën e mbyllën me motrën. Që ka familjare, që ka genetike kjo. Motra Istrefi janë Kia. Kënga me klikuar është Ana me 65 milion, bashkëpunimi që kishte me Gjikon, dhe kënga e fundit me ritëm do vallëzoj me 105.000 klikime. A mund të them diçka? Para 5 muajve. Nora, përveç se ka qenë një vajzë edhe vazhdon të jetë shumë e bukur dhe shumë seksi me forma trupore shumë të bukur, nuk më zhdukur kur që ka pasur një kulm artistik si këngëtare. Duke sikur e bën shumë për qef dhe nuk e ka shumë ambicien në gjak. Dhe ndoshta kjo ndonjëherë nami. Po, ndoshta kjo kënga me ritëm do vallëzoj nuk ka qenë aq me ritëm, prandaj ka kap dhe aq pak klikime. Më 105.000 klikime para 5 muajve. Gjithsesi të gjithë ta janë artista shumë të mirë, pra secili është momentale, mos u shqetësoni, dhe ne kemi qenë në Kia. Gjithsesi, këta mbeten super artistë të cilin kohën e vet më të mirë ka pasur ritet e tyre, kështu që është shumë e rëndësishme që në Kia të jesh në fillimet e karrierës tënde dhe jo pasi ti ke krijuar një karrierë. Po është e vështirë ta mbash, është e vështirë ta mbash stekën lart dhe të kesh gjithmonë sukses, kështu që ne këtu jemi do komentojmë suksesin e tyre dhe të tjerëve. Ja, brenda Kia kjo bie. Ju mos harroni bëni subscribe, ndiqni show-n kryesor të javës, të premten ora 8:00 me një të ftuar që ajo ça sot. Ajo ça sot mund na zbuloj edhe ndonjë detaj një orë përpara nisjes së fermës. Ua, Artemisa duhet të mbyll gojën. Ndiqni Andalen. Gjithsesi, pafshim. Ciao. Ándale.